shqiptarët e rinj kanë një rëndësi shumë të madhe për këtë vend. Natyrisht, interneti është një ambient ku mund të shkruash gjithë çfarë lloj gjërash. Jo vetëm kaq, mund të shkëmbesh eksperiencë. Mund të duash të thuash diçka për të tronditur mentalitetin e përgjithshëm të popullit tënd. Dëgjoni se ç'kam gjetur. Për këtë shkak do të realizoj një intervistë disa sekonda më vonë në një mënyrë fare të pazakontë, një, le të themi, kundër intervistë. E kam marrë ngacmimin nga një material që ka qarkulluar në forume rinore, ja se si e ka përcaktuar një vajzë e re, çdo të thot për të jesh shqiptar. Të jesh shqiptar do thot të vrasësh për një fjalë goje. Të rash gruan paq. Të rish gjithë ditën duke pirë kafe. Të jesh mendjemadh. Të jesh i djallëzuar por edhe ignorant. Të jesh politikan i dështuar. Të jesh artist i pavlerësuar. Të jesh sportist i pavlerësuar. Të blesh celular të shtrenjtë dhe makinë të shtrenjtë. Të mbjellësh kanabis në balkon dhe bache. Të shtypësh njerëz me makinën e shtrenjtë dhe të largohesh. Të ecësh shpejt, të parakalosh shpejt, a thua se ke shumë punë dhe të marrësh përpara njerëz në një aksident rrugor. Të duash të lahesh por të mos kesh ujë. Të studiosh në një shkollë private false. Të diplomohesh shkëlqyer me para në dorë. Të falsifikosh diplomën. Të jesh i paaft por të punosh në ministri. Të vrasësh për kryetarin tënd të partisë. Të jesh militant i çmendur deri në çmenduri. Të jesh i korruptuar, të korruptosh të tjerët. Janë 100 versione, çdo të thotë për një njerëz të zakonshëm i cili do të duhet qëndrojë e të jetë i lumtur në këtë vend, çdo thotë të jesh shqiptar. Për të folur rreth kësaj teme provokative, interesante, kam zgjedhur një personazh i cili ka sensin e duhur të humorit për ta përballuar me finesë. Është një shkrimtar i preferuar, gazetar impenjativ, publicist elegant, ai është shqiptar që jeton në Maqedoni. Kam kënaqësinë të sjell në një ditë të diel për të gjithë shqiptarët kudo janë, Kim Mehmetin. Kim, konstatoj që të duam. Edhe unë ju dua shumë. Jam i bindur për këtë. Ulemi bashkë në prezantimin që unë bëra. Më ka lënë mbres një përcaktim i dëshpëruar, cinik, me një humor i zi për shqiptarët. Shpesh kemi dëgjuar që ka natyrisht njerëz në publikun e zakonshëm që thonë pse na shani, ne nuk kemi aq të këqinj. Në fakt ne vazhdojmë të tingëllojmë, le të themi, shqiptar, të cilët janë në kërkim të lumturisë, por her pas here bëjnë gabime, shpeshherë nuk njohim njëri tjetrin, shpeshherë nuk bëjmë analizë. Ke dëshirë të flasim sot për shqiptarët? Mundet, unë dëgjova të gjitha ato që i kanë thënë të rinj gjithmonë janë lucid, din, ti thunë gjarët. Mirë po, nga gjitha ato mu mëngon të mu një gjatë tjetër. Çdo të thotë të jesh shqiptar. Të jesh shqiptar do të thotë të jesh prodhimi një nate ku një grua dhe një burr jetojnë çaste të mira, kënaqjen. Kam përshtypjen që dhe t'jesh francez do të duhet një natë e mirë dhe... Normalisht, edhe me vetë këtë të jesh shqiptarë nuk ke asnjë merit ti si individ. Do me thënë ajo është merit e një burri dhe një grua që janë dashur mes vete dhe që kanë vendosur një natë mos t'ju shkoj kot, po të ketë prodhim konkret. Dhe kështu që, them, të gjitha tjerat vinë pas kësaj, se çfarë shqiptari do t'jesh dhe se sa mirë do t'jesh si shqiptar, edhe mendoj se nuk ekziston. Ne shpesh flasim për ndjenja etnike. Ekzistojnë ndjenja ndaj të ftohtit, ndaj kësaj apo asaj. Mirë po ekziston vetëm vetdije etnike. Ajo është diçka që ka të bëjë me atë kultivimin, me vetdijen tënde se je fëmiu i dy shqiptarëve, se i përket asaj bashkësie etnike. Dhe kështu që se njerëzit një lloj e ndjejnë, edhe të ftoftin edhe nxehtin varet. Shpesh herë kohët e fundit sidomos në ndoshta qarqe të gabuara dhe nga njerëz të gabuar,
po bëhet një diskutim shumë i madh për kinse ndryshime thelbësore midis shqiptarëve të Shqipërisë, atyre të Kosovës e atyre të Maqedonisë. Që në fakt në një turp i madh që të kemi ndryshim nuk është sepse kemi jetuar në territore të ndryshme, të cilat kanë pasur, le të themi, momente caktuara të historisë, histori të ndryshme, por si vinë të tre shqiptarët, të tre moskotjerët në analizën tënde? Do të duhet në fakt të ravizojmë e të nënvizojmë ndryshimet apo ngjashmëritë? Shini, ndryshime në fundit ekzistojnë nga një rajonin e tjetër, nga një fshat në tjetër, keni tipare që nuk i gjeni në mjedisin tjetër. Unë besoj në atë se ajo ndarja jonë, aq dekadëshe dhe solli do të thoja, të ndërtimi i dy strukturave mentale që në fillim edhe kishin ndërprerje në lidhje. Mirë po, në përgjithësi, mendoj se ekziston një tendencë të gjithë shqiptarët. Ne me që dolëm nga i sistem që dolëm, ne për një herë donim që sa ma pak të ngjajmë vetë vetës. Sa më shumë të dukemi si Gjerman, si Italian, bile filluam edhe gjuhën, edhe melodinë e gjuhës ta ndryshojmë që mos. Mirë po mua më gëzon diçka që e vërej edhe në Tiranë. Tani shqiptarët ndjehen mirë si shqiptarë. Se unë vi këtu që nga viti 90 edhe di në fillim e them se sa, për shembull unë nuk jam mashkull shoven, mirë po sa kjo më shumë vërejtë gjinia femrore që të ngjajnë si italiane. Ajo ishte diçka e nevojshme që ndoshta duheshte ta jetojmë. Duheshte ta jetojmë edhe atë fazë. Në fundit gjithë jeta është një tentim që ne shumë nga ëndrat tona t'i bëjmë jetë. Edhe ajo për shqiptarët këtu të azam ishte bërja jetë një ëndret të tyre që të ngjajnë si tjerët, që mos mund të dallosh në përmjet veshjes apo për shembull qëndrimit në restoran. Edhe tani atje te ne kishte një domethënie tjetër. Për shembull ne jetonim në kohë në një sistem ku ne sa më shumë donim të ngjajmë në shqiptar, që mos jemi si ata, që ta shpëtojmë vetveten. Derisa atje ekzistonte një luftë si ta shpëtojmë vetveten, edhe kishim një adhe të vetëm, do të thoya, kishim adhe vetëm gjuhën, e kishim edhe kulturën, aq sa mundeshim në atë kohë. Këtu ajo nuk ekzistonte, edhe ishte shumë e natyrshme që këta njerëz kur dolën nga ai sistem për një herë donin ngjanin në të tjerët. Kim, shpresoj që ti e ke ndjekur debatin për mendimin tim konstruktiv midis shkrimtarit madh shqiptar Ismail Kadare dhe akademikut Recep Qosja. Do të kishe pasur ti, le themi, një lloj kurajo njerëzore dhe publicitike që në televizion të kishe marrë njërin nga anët? Shini, unë kur dy të mëdhenj, do të thoya, qortohen mes vete, është e mira e të mirave që të qëndrohesh anësh, po sa që nëse nuk e di thelbin. Mendoj, mos them edhe qëllimin. Unë aq sa ndoqja mendoj se më dukej pak edhe debat i kot. Rreth diçka që mendoj se shqiptarët e kanë zgjidhur qysh në fazën e rilindasve. Sa i përket religioneve, sa u përket gjërave, mendoj janë thënë gjërat mirë. Edhe unë mbroj parimin se ndonjëherë njerëzit i komplikojnë gjërat vetëm pse nuk mund të përballen me ato. Edhe duhen të jenë më të komplikuara se më lehtë keni atëherë edhe të arsyetoni. Ju për shembull kur dalun pas kësaj bisede, mund të them që isha shumë i lodhur, se shumë i mençur, apo ku ta di un publiku më trishtoi, apo karrikeja që më përgatitën se mos u frigo se nuk rëzohesh. Kështu që ne ndonjëherë komplikojmë gjërat. Unë mendoj se disa shpjegime vetes shqiptarët ja kanë dhënë vetes me kohë. Edhe nuk kemi nevojë ne të rikthehemi. Në qoftë se ne do të kishim bërë një identikit të shqiptarit të Maqedonisë, si është ai? Shqiptari i Maqedonisë do të thoya është një shqiptar i mirë po i cili ka një problem mental. Me që ajo është një periferi kulturore, si çdo periferi, mirë po nuk flas në kontekstin negativ. Bile unë mendoj se periferitë kulturore, gjuhësore, mendoj periferitë etnike kanë një përparësi, sepse nuk e kanë barrën e epicendrave. Kësi spektakle duhet të organizojë Tirana, jo Tazam Tetova. Mirë po, ka një defekt. Shqiptari i Maqedonisë gjithmonë ndonjëherë e vetëgënjen veten se edhe ai është boshti i shqiptarisë. Për shembull, kjo i kishte mentalitetit të cilën unë nuk e quaj me keqdashje, ai mentaliteti do të them ka pak të tovar që këtu do të kemi operan, teatrin e madh, këtu do ta bëjmë të diellën. Duhet të kesh adikrastën, duhet të kesh shumë çka që ta bësh. Mirë po epicentrat e kanë atë përparësi. E kanë qendrat, unë duhet të mbeten qendrat të mia të forta Prishtina dhe Tirana. Pse? Sepse ato edhe ushqehen nga periferitë shpeshherë.
s'mund ato gjakun dë njeri për të rjetë me atë që e sjell. Se periferia apo kulturore, do të them, e ka atë përparësi që mund të merret me gjanat alternative, që s'ka kohë qendra. Qendra mirret me gjëra të mëdha, ajo bën emisione mbarkombëtare, ajo bën teatr mbarkombëtar. Kështu që të them, ne kemi disa përparësi, këtu duhet ta përfundoj, e di që ti je mallafazan se unë. Kështu që unë duhet ta përfundoj kështu, që ne nuk e përdorim mirë këtë të qenurit si me thënë periferi kulturore. Kulturore, në kontekst pozitiv, jo në kontekst se atje, si them, gjë populli ka ato. Kohët e fundit ka një, le themi, një problem midis marrëdhënies direkte midis shqiptarëve të Shqipërisë dhe shqiptarëve të Kosovës. Ata po i mbushin mendjen njëri tjetrit, vetes tyre fillimisht, pastaj po tentojnë her pas here t'ia mbushin mendjen njëri tjetrit që ndryshojnë, nuk do të duhen aq sa duhen realisht, dhe e ardhmja i takon të jenë të shkëputur, distant e kështu me radhë. Le ta supozojmë një moment, vetëm një moment, që kjo është e vërtet. Ndjem që shqiptarët e Maqedonisë do të luanin një rol negociatori në kthjellimin e truve të shqiptarëve që bëjnë pjesë ke këto radhitje për një lloj distancimi nga njëri tjetri? Mund ta shirmar këtë rol? Unë shpesh them, ne shqiptarët e Maqedonisë jemi si fëmiu që i ka prindërit e ndarë. Një fëmijë që ka, ta zëm në Shqipërinë që i më dhej Kosovën atë dhe edhe shpesh normalisht në tallje them që fëmiu që ka nën Shqipërinë e babë të Kosovën nuk mund del shumë i hajrit. Kështu që edhe nuk Apo atë qëndrimin tim që shpesh e përmend ta zam si vllau më i vogël. Edhe vllau më i vogël ndonjëherë ka përparësi të mëdha, sepse jeton me bindjen që vëllezërit e mëdhenj duhet të kujdesen për te. Mirë, po shpesh herë ai mund ta paguajë shtrejt këtë çmim. Mund ta paguajë me atë se nëse vëllezërit e mëdhenj ende nuk kanë shtëpi, ky duhet të pretë rendin. Siç presim ne të Maqedonisë. Ne presim që duam që Shqipëria sa më shpejt të shkojë përpara si që duam që Kosova të zgjidhë gjithë problemet, që pastaj të na vi radha ne. Ne mund të jemi nuk do të kisha thënë ndonjë ndërmjetësues që do të mundet t'i binte, mirë po si fëmijë i prindve të ndarë, gjithsesi se mund të ndikoj që ato të fillojnë pak më ndryshe dhe hir neve. Unë një kohë për shembull kur flitej për flamurin, për gjuhën, thoja në fund do të mund të ndodhe që gjuha shqipe na mbetet vetëm neve shqiptarëve të Maqedonisë edhe flamuri shqiponja vetëm neve. Sepse në Kosovë ndryshua, kishte propozimin që edhe Shqipëria ta bëjë atë, edhe më në fund do të mbeteshim ne shqiptarët e vërtet. Ja, u japim përfundimisht të drejtën, mbani kë flamur të doni. Por ndërkohë ne kemi përcaktuar atë. Në fakt ka një diskutim sot për një vetëdije të re popullore ndaj politikës dhe politikanëve. Ti je një vëzhgues i holl dhe edhe trim. Në qoftë se unë do të kisha dashur të më përcaktoje disa defekte të klasës politike në Shqipëri, në Kosovë e në Maqedoni, dhe në Maqedoni flasin për klasën politike shqiptare, cilat do të ishin defektet? Defekti i parë për mua është ky se ne politikanët tanë i shohim si politikanë, në të vërtetë ata nuk janë politikanë. Ne sot kultivojmë klasën tonë kapitaliste. Këto do të jenë kapitalistët e ardhshëm. Pastaj politikani shqiptar çka automatikisht ne nuk do të duhet t'i marrim me kaq seriozitet, mund të ishte deduksioni. Po sigurisht, po ata apo pjesa dërmuese e tyre nuk e kanë qëllim të parë politikën, e kanë qëllim të parë biznesin. Që nesër të dalin edhe të mos kenë nevojë për politikë, dhe unë mendoj se atëherë do të tërhiqen gjithë. Pastaj ka edhe diçka tjetër që posaçish vlen për politikanët tanë atje ku jam unë edhe nga jo anë e kufirit. Ato edhe nuk janë politikan klasik, po janë nga pak edhe misionar. Misioni e politika kur përzihen ma nuk ke as mision as politik. Edhe në të ndiku në mes. Apo më shumë dështon si politikan apo dështon si misionar. Tashti të mos bëjmë gjyqtar i asaj që ndodhë në Shqipëri, edhe pse unë edhe atë e bëj jo me të drejtë që të shesmen, po që të përzihem në atë shumë zëshmëri, kur të gjithë flasin them folje dhe ti se nuk të dëgjojnë këtë shurmë, edhe nëse e gabon shumë. Atë ne shqiptarët e Maqedonisë mendoj se politika vuan edhe nga inferioriteti.
sepse nga inferioriteti përballë elitave politike maqedonase, apo mos them edhe nga pak ka filluar të na pëlqej ai roli i Fasalit. Them të na pëlqej, sepse me atë i ikë përgjegjësisë. A në përgjithësi, gjithë politikanët shqiptar kanë një defekt shumë të madh. Nuk gjen përgjegjësi, institucioni te ne nuk ekziston institucioni i përgjegjësisë. Edhe unë ditëve të fundit kisha disa takime me disa trinë atje që donin të bëjnë ndryshime të mëdha, edhe më pyesin kur do të bëhen politikanët tanë të më të ndërgjegjshëm, më të përgjegjshëm, ku t'ju kenë frikë. Politikanët tanë në përgjithësi nuk i frikohen popullit. Nuk i frikohen. Edhe unë bile isha aty shumë radikal, ato më pyetën e kur do të frikohen. Thash ku të shkoni dhe ato selite aty në mos them çfarë t'ju bëni, edhe ata do të kenë. Sepse derisa politikani nuk i frikohet atij cilët e voton, a nuk ju frikohen edhe për arsye se ne shumë diskutabile edhe sa kemi zgjedhje. Te ne zgjedhjet votohet jo sipas principit sa ke njerëz simpatizant partijak, po sa cubi i fshatit mund të siguroj vota. Kjo nuk është frikë. Jemi në pjesën e fundit dhe me ty mund të kisha folur në 23 net dimri me zjarr pa ndaluar, sepse ajo që gjeneron është... Tani ma morre tekstin që më pyetët la. Ja, absolut. Nuk e lejoj të ma bëhet atë. Jo, do ta them vetëm këtë, Kam një pyetje fundit, kemi 30 sekonda. Për 30 sekonda unë mund të them shumë pak, mirë po me të vërtet gjithmonë me ty kam të letë bisedën se më inspiron. Po, kjo është absolutisht reciproke. Feja jote është të shkruarit. Po. Vazhdon ta bësh me të njëjtën dashuri si në ditët e para kur ka lindur kjo ndjenjë jashtëzakonshme? Ndoshta tingëllon si jo e sinqert. Mirë po unë mbeta gjithmonë fillestar sa i përket shkrimit. Me atë ndjenjë gjithmonë shkruaj. Unë gjithmonë shkruaj me ndjenjën se redaktori do të ma kthej shkrimin. Edhe nuk arrita dal, edhe pse që jem tani sinqert, unë e di që nuk e kam problem të publikoj shkrime, nuk e kam problem të... Edhe unë mburrem me këtë, sepse kjo, par unë ashtu e mendoj, kjo do të thotë të kesh respekt, të kesh frikë ndaj punës. Shini, frika shpesh herë është boshti shumë çkaj, sepse frika të bën më të përgjegjshëm. Fundit, edhe fëmijët që i kemi në shtëpi ne duam pak të kenë frikë përpos respektit normalisht, mirë po fillon nga aty. Edhe kështu që unë mirë po ajo që është, që ndonjëherë më dhem, për shembull unë dua të mbetem shkrimtar, vetëm shkrimtar. Kjo pjesa tjetër që e bëj në gazetari, me të vërtet, është vetëm ajo dëshira që si qytetar, si shqiptar, t'japish në këto kohë, t'japish kontributin tënd. Edhe ndonjëherë hidhrohem se askund s'm ftojnë si shkrimtar. Kim, sot ke ardhur këtu si shkrimtar, dhe përveç kësaj në një pyetje të fundit që kam ndërmend të ta pyes është, ne të Shqipërisë, njerëzit, populli i Shqipërisë, vazhdon ta ketë ndjenjën e mirë për çdo që vjen. Dhe ne, fal Zotit, kemi mbetur e presim me dashuri atë që vjen. Por kemi nevojë të na i thonë ata që na vinë, a ndjeni mirë, a ndjeheshti mirë kur vjen në Shqipëri, kur vjen në Tiranë? Shini, nuk e them... A mund të rregullojmë neve diçka që ti të ndjehesh më mirë? Nuk e them për të bërë qef. Unë sot për shembull jam djerë s'pari herë si VIP, sepse në kufi kolegët e Top Channelit janë... Po ti shoh që duan tërkitje do kesh në fund, Kim. Kolegët e Top Channelit janë aq kujdesshëm në kufi, sepse kishte borë, po këtu mandej kujdesi se i lodhur, po një kafe, po këtë. E duhet them, këtë e them sinqerisht. Unë vetëm në Prishtinë edhe në Tiranë jem shkrimtar. Sepse në Maqedoni më njohin si politikan. Atë që mua më pengon, sepse nuk jam atë, jo që përbuz, mirë po, nuk është profesioni im. Unë thjesht, kur vi në Tiranë, gjithmonë, këtë e kam thënë njerë, gjithmonë vi i lodhur, edhe gjithmonë lodhem duke dashur takohem sa më shumë njerëz. Mirë po, ajo më është lodhje më e lezetshme se sa pushimi në Shkup. Sepse s'kam me kënë bisedoj. Ndonjëherë njeriu ti mungon bashkëbisedues. Thuhet, është thënë gjithmonë që shkrimtarët do të duhet të intervistohen nga shkrimtarë. Dhe po të lexoni Paris Review apo revistat e mëdha të botimit të publikimeve, gjithmonë shkrimtarë të mëdhenj intervistojnë shkrimtarë të mëdhenj. Është thyer vetëm një herë ky rregull dhe mund të thyet ndoshta javën që vjen, po nuk po ju them elemente më shumë që truaj pak suspans. Po Krasta ka intervistuar shkrimtarin
Ki Mehmeti. Nder ka që. Nga duhet të gjatë. Do nuk do të dalim akoma, sepse do të takohemi vetëm pak minuta, mos të largoni nga E Diell në Top Channel. Në këtë transmetim të drejt për drejt të spektaklit tonë E Diell, jeni të lokalizuar në Top Channel, ky është spektakli E Diell, këto janë balerinët tanë, ky është publiku i mrekullueshëm, që do t'i dhurojë, do të ekipe të fortë ta nisën mirë lojën tonë. Pas bisedës mjaft të këndshme dhe interesante që ndoqët, që krahas ta zhvilloi me një nga të ftuarit tanë special, pikërisht Ki Mehmetin, ka ardhur momenti që të luajmë së bashku, të testojmë njohuritë tuaja, të shohim nëse keni qenë të vëmendshëm në ato çfarë të ftuarit ton kanë thënë dhe pse jo të fitojmë